ndoshta humbja e asaj që dëshiroje do të bëj të kthesh tek Allahu, ndërsa arritja e saj mund të largonte prej ti. Jo gjithçka që dëshiron është e mirë për ty, dhe jo çdo derë e mbyllur është një humbje. Ndonjëherë ajo që dëshiron mund të largojë nga Allahu, ndërsa ajo që të mohohet mund të sjellë më afër ti. Asnjë gëzim i përkohshëm dhe asnjë fitim i shpejt nuk është i vlefshëm nëse çmimi është largimi nga Allahu. Ndërsa lutja të cilën e kërkon ti dhe për të cilën qanë sot është në të vërtetë mëshira e Allahut që të mbron. Ndoshta ajo që duket si refuzim është udhëzimi i tij që të drejton drejt diçka shumë më të mirë, më të plotë dhe më të përjetshme. Allahu e di çdo shqetësim të zemrës tënde, çdo përpjekje dhe lutje të heshtur, dhe ai po të përgatit për një rrugë që është më e mira për ty, si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër, që të çon drejt Allahut e jo larg tij. Prandaj kur jeta nuk shkon sipas planit tënd, besoj në urtësinë e Allahut. Ndoshta në dhimbjen e dëshirave të paplotësuara, Allahu po të udhëzon prapë drejt tij. Çdo lutje e papërgjigjur është mëshirë. Çdo ndryshim drejtimi është dashuri. Le të gjej zemra jote ngushëllim te Allahu që kur nuk të lë, që di më mirë se kushdo çfarë është më e mira për ty, edhe kur ti nuk e kupton. Asgjë në këtë botë, sado e bukur apo e çmuar të jetë, nuk ja vlen të sakrifikosh lidhjen tënde me Allahun. Le të kujtojnë vonesat dhe mohimet se ka një urtësi për te kuptimit tënd. Ajo që nuk ke tani është pjesë e asaj që po të udhëheq përsëri drejt ti, dhe ajo që është me Allahun është gjithmonë më e mirë dhe më e përjetshme.